Bodrumspori u përball sot me Serik-Sporin në një sfidë e cila u mbyll me rezultatin 3-0 në favor të skuadrës ku luan edhe futbollisti i kombëtares Taulant Seferi. Ndeshja ishte e vlefshme për javën e 23 të Superligës turke. Skuadra bëri më të mirën e saj pasi shënoi që në pjesën e parë e më pas 2 gola të tjerë në atë të dytën. Padyshim protagonist edhe Taulant Seferi, i cili i dhuroi skuadrës së tij golin e tretë dhe të fundit për të përmbysur mjaft bukur sfidën. Sulmuesi shqiptar i shtoi edhe një yll tjetër performancës së tij sot, duke çuar në 12 numrin e golave dhe në 4 të asisteve, sa i takon 22 paraqitjeve të tij në ligën e parë turke. Megjithatë, edhe Sofascore rendit atë në mesin e më të mirëve me një notë prej 7.3. Një paraqitje denjë e cila duhet i bjerë në sy edhe trenerit të kombëtares shqiptare, pasi Silvinho ka kohë që nuk e grumbullon më Taulant Seferin.